Cila është arsyeja për shtyrjen e kësaj radhe? Seanca e tretë në themel që mbahet në ngarkim të Erion Veliaj dhe të 29 të pandehurve të tjerë. Vetë kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj nuk ka qenë i pranishëm në seancë dhe përfaqësohej nga avokati i tij Plaren Dreca me argumentin se zoti Veliaj po lexonte fashikujt e dosjes hetimore, pasi sipas tij ende nuk është njohur me dosjen hetimore. Në seancë nuk ishte e pranishme dhe bashortja e Erion Veliajt, Ajola Xoxa, po ashtu i vetmi që ishte i pranishëm në seancë ishte biznesmeni Elman Abule. Veliaj ka bërë kërkesë për mosparaqitje në seancë deri në përfundimin e leximit të gjithë fashikujve të dosjes hetimore, fakt që u konfirmua edhe nga avokati Plaren Dreca gjatë fjalës së tij pas përfundimit të seancës, ku deklaroi që Erion Veliaj dhe avokati i tij mbrojtjes pra Plaren Dreca do të bëjnë kërkesë që të gjitha seancat gjyqësore të gjyqit në themel të jenë live pra në praninë e mediave.